Thomas Tuchel ka çmendur gjithë Anglinë dhe ka ndezur një debat që ndoshta do të zgjasë prej muajsh. Trajneri gjerman ka publikuar listën me 26 lojtarët e thirrur për Kupën e Botës dhe emrat që ka lënë jashtë nuk janë emra do si do. Palmer, Foden apo Trent Alexander-Arnold nuk do të udhtojnë në botror. Bashkë me ta, Tuchel ka lënë dhe jashtë Maguire, Shaw apo Grealish, duke shkaktuar një tërmet reagimesh në Angli. Po ndërsa Anglia zihen nga vendimet e Tuchel, në Manchester kanë plasur lotët e lamtumirës. Pas plot 10 vitesh, Pep Guardiola do të largohet zyrtarisht nga Manchester City në fund të sezonit. Klubi njoftoi ditën e sotme vendimin e spanjollit për t'u larguar nga City, ndërsa zbuloi dhe planet për të nderuar legjendën. Klubi do të ndërtojë statuin e Guardiolës jashtë stadiumit, ndërsa dhe tribuna kryesore do të mbajë emrin e tij. Largimi i Pep ka ndezur menjëherë lëvizjet e para të merkatos të City. Arsenal po monitoron situatën e holandezit Reinders. 27 vjeçari nuk ka luajtur shumë minuta këtë sezon dhe City është gati ta shes me sfushorin nëse vjen një ofertë më shumë se 45 milion pound. Në anën tjetër të Manchesterit nuk ka më dyshime për trajnerin. Michael Curry është konfirmuar zyrtarisht si trajneri i ri i Manchester United për sezonin e ardhshëm, pasi ka firmosur një kontratë të re 2 vjeçare. Dhe ndërsa United mban trajnerin, te Reali po ndodhe kundërta. Alvaro Arbeloa ka konfirmuar në konferencë për shtyp se do të largohet në fund të sezonit. Ky ishte një lajm që pritej, por ajo që u konfirmua është se Arbeloa nuk do të jetë pjesë e stafit të Mourinhos, siç ishte përfolur ditët e fundit. Ndërkohë, vëmendja më e madhe në Spanjë është vendosur te merkatoja e Barcelonës. Nëse Julian Alvarez do largohet këtë ver nga Atletico Madrid, dëshira e tij e parë është Barcelona. Sipas Mateo Moreto, sulmuesi dëshiron të qëndrojë në Spanjë dhe të transferohet te Barcelona para PSG-s dhe Arsenalit. Ndërsa në ditën në vijim raportohet se Barcelona do të nisë kontaktet e para me Atletico Madrid dhe me kampin e lojtarit. Nëse kjo lëvizje dështon, Barcelona ka një plan B dhe ai është Joao Pedro. Ndërkohë në Itali, Milani ka publikuar fotot e para të fanellave të reja që do të vishen sezonin e ardhshëm. Nga 110, sa i vlerësoni këto fanella? Këto ishin temat kryesore të ditës, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.